Ministri i Transformimit Digital Stefan Andonovski prezantoi raportin për aktivitetet, projektet dhe reformat e realizuara nga Ministria gjatë 2 viteve të fundit. Andonovski theksoi se ky raport nuk është vetëm një paraqitje e shifrave, sistemeve dhe ligjeve, por një tregues nëse shteti po bëhet më i qasshëm, më efikas dhe më i drejtë për qytetarët. Sporet Maturity Index. Kur e morëm detyrën, trashëguam një gjendje të rëndë, kushte në standard për punë, proces të organizuar, padi, sisteme ju funksionale, projekte të bllokuara, borxh ndaj programit Evropa Digitale, aplikacione të bllokuara dhe ngjecje në digitalizimin e shërbimeve. Por në vend të arsyetimeve ne zgjodhëm të punojmë. Ai theksoi se gjatë 2 viteve të fundit, Ministria ka dëshmuar se transformimi digital nuk është një koncept abstrakt, por një ndryshim konkret në jetën e përditshme të qytetarëve. Andonovski bëri të ditur se një nga rezultatet më të rëndësishme është zhvillimi i portalit kombëtar për shërbime elektronike, uslugi.gov.mk. Sipas tij, numri i shërbimeve elektronike në portal është rritur nga 120 në vitin 2024 në 352 në vitin 2026. Numri mujor i shërbimeve të ofruara është rritur nga 1354 në 13445, ndërsa numri i përgjithshëm i kërkesave të paraqitura është rritur nga 64000 në mbi 340000. Në raportin e tij, Ministri gjithashtu ka prezantuar 11 prioritetet kryesore mbi të cilat është udhëhequr transformimi digital gjatë 2 viteve të fundit. Për ne, transformimi digital nënkupton një shtet që është i qasshëm nga çdo pajisje, shërbime që kryen pas portale të panevojshme, institucione që shkëmbejnë të dhëna mes vete në vend që qytetarët të bartin dokumente, si dhe një sistem që mbron të dhënat dhe besimin e qytetarëve. Detyrimi ynë është të vazhdojmë të ndërtojmë shërbime digjitale, të forcojmë sigurinë kibernetike dhe të krijojmë institucione që ofrojnë shërbime të shpejta, transparente dhe të barabarta për të gjithë. Ministri Andonovski theksoi se Maqedonia e Veriut nuk do të jetë një shtet që vetëm pret, por një shtet që ofron rezultate konkrete për qytetarët, kompanitë dhe institucionet.